do t'i bien brekët dhe në bisedimet në Stamboll nuk do ketë atë megalomanin që ta luaj ai orkestrën, ta dirigjoj orkestrën e paqes ose të luftës, duke u trembur dhe duke kërkuar një marrëveshje paqe, siç ja kërkojnë këta një mujore, dhe pastaj të fillojnë bisedimet e nivelit të lartë në Turqi ose diku tjetër. Dhe e dyta do të jetë zgjerimi i luftës dhe mundet që mund të goditet Berlini, ai e ka kërcënuar Putini, dhe mund të filloj goditja me këto raketat që janë gati si raketa me armë nukleare, këto raketat Oreshnik të shpikura, të prodhuara në Rusi, që janë shumë të fuqishme dhe mund të filloj të goditet Gjermania, para se Polonia të distancohet nga ndihma